Përmbytjet e disa ditëve më parë do të ishin evituar nëse strukturat shtetërore do të kishin investuar në argjinaturat apo pastrimin e shtretërve të lumenjve. Konstatimi vjen nga eksperti parashikimit të përmbytjeve pranë Institutit së Gjeoshkencës në kryeqytet, Klodian Zaimi. Rasti i Gjanicës është një rast tipik që nuk është kujdesur njëri prej vitesh dhe me siguri sedimentet apo mbeturinat e ndryshme kanë mbushur shtratin e vet dhe mund të themi që ai mund të përmbytet edhe 3-4 herë në vit tani. Ndërsa te pjesa e këtyre lumenjve të mëdhenj kërkojnë investime të mëdha, duhen parë gjendja e argjinaturave ekzistuese dhe mundësisht forcimi i tyre duke parë që dhe klima nuk po na favorizon, po bëhet më ekstreme nga viti në vit. Situata bëhet edhe më e rëndë pasi investimet kanë filluar të realizohen në mod të lagësht, atëherë kur ato nuk i japin efektet e tyre. Shpeshtësia e ngjarjeve ekstreme do rritet dhe në mënyrë të paevitueshme do kemi dëme më të mëdha dhe më të shpeshta për gjatë viteve në vijim. Sidomos në pjesën e stinës së thatë, të merren masa në zonat ku dihet që janë më të rrezikuara dhe të mos pritet sezoni lagësht ku marrja e masave do të jetë shumë herë më e vështirë. Në ditët në vijim, sipas të dhënave të Institutit të Gjeoshkencës, tetori do të jetë një muaj me rreshje, ndërsa stina e dimrit sipas parashikimeve do të sjellë dëme edhe më të mëdha se ato të shkaktuara një vit më parë në jug të vendit. Kjo për shkak të ndryshimeve klimaterike.